Përshëndetje jetar shef. Jemi një kompani makinash me qera dhe një djalë me emrin Emiliano Cibaku ka marrë një makinë BMW, këtë X5-ën. E ka marrë me qera tek ne për një periudhë 50 ditore. Në fillim i bënte pagesat, por pas 2 javësh u betonte se ka fëmijë të cëmur dhe do t'i vinte t'i paguante së shpejti. Ne bëm një dakordsi që do vinte t'i paguante, por ky nuk ka ardhur të paguajë dhe makinën e ka lënë në lavazh dhe është zhdukur. Vlera e pagesës është 5.000 euro. Përmes jush i bëj thirrje të vi të bëj pagesën, në të kundërt do denoncojmë në polici dhe në prokurori. Postohet të lutem se është super mashtrues dhe do të marrë në qafë dhe të tjerë. Faleminderit jetar shef që jeni një suport për qytetarët e biznesit.